3 muaj trajnim përfunduan me certifikim. 30 pjesëmarrës që qenë pjesë e programit Job Placement Counseling nga 20 prillit deri në 30 korrik të këtij viti. Andaj, këta u pan të gatshëm për t'ju futur tregu të punës. Sot nuk po shënojmë vetëm përfundimin e një programi trajnues, sot po shënojmë një hap të rëndësishëm drejt ndërtimit të një sistemit më të qëndrueshëm të orientimit profesional, këshillimit për karrierë dhe mbështetjes të rinjve në kalimin nga studimet drejt punësimit. Përveç kësaj, kjo konsiderohet se do ketë ndikim pozitiv edhe në fushat e tjera. Investimin në njerëzit që çdo ditë ndihmojnë qytetarët të gjejnë një vend pune dhe të ndërtojnë një të ardhme më të sigurt për veten dhe familjet e tyre është një investim për zhvillimin ekonomik të Republikës Kosovës. 33 zyrtarë të punësimit që jeni këtu që keni përfunduar me sukses programin Job Placement Counseling, duke fituar një uri të reja, metoda moderne të këshillimit dhe aftësi profesionale. Vetë ata që e menaxhuan projektin mendojnë se Kosova ka pasur nevojë që të ketë një ndihmë të tillë. Sot në Kosovë është më e rëndësishme se kur më parë që njerëzve të ndihmohet të gjejnë vendin e tyre në tregun e punës. Ju tash si këshilltar jeni edhe trajner e mentor dhe i kuptoni të gjitha barierat me cilat njerëzit përballen në përpjekje për të gjetur vendin e tyre në tregun e punës. Programi synon të forcojë lidhjen ndërmjet institucioneve arsimore, shërbimeve të punësimit dhe nevojave të tregut të punës.